Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinja, ku po vazhdojmë të takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit. Ju e dini shumë bukur që Gjesti natën e mbrëmshme ka qenë në Kosovë, ka udhëtuar nga Tirana me makinat e televizionit Top Channel, të cilët janë kujdesur për udhëtimin e Gjestit nga Tirana në hotelin ku Gjesti është i pozicionuar në Shqipëri, për në Kosovë, për të shkuar të takon me patjetër nënën, babain, motrën dhe vllaun e tij, për të ngrënë një darkë në shtëpinë e tij, një darkë tradicionale, një darkë familjare, për të marrë disa rroba të cilat Gjestit i duan dhe për t'u çmallur pak dhe për brenda një ore, një afatit kohor të shkurtër, që Gjesti ka qëndruar vetëm një orë nga informacione që babai i Gjestit i ka dhënë për mediat në Kosovë, Gjesti është rikthyer përsëri së bashku me produksionin e Top Channelit apo me shoferin e tij, i cili e shoqëron tashmë Gjestin në Shqipëri. Tashmë Gjesti po fokusohet në Shqipëri më së shumti dhe po kthehet në hotelin aty ku është i pozicionuar, ku televizioni Top Channel e ruan me shumë egoizëm hotelin ku është i pozicionuar Gjesti vetëm për të mos krijuar fansat një grumbull të madh të shkojnë të atakojnë, të fotografohen me të. Gjesti është i mbrojtur nga truprojat, ka shoferin të cilin e shoqëron, i ka të gjitha kushtet, ka një makinë super luksoze që ja ka dhënë Top Channel për të udhëtuar drejt Kosovës dhe drejt Shqipërisë. Domethënë Gjesti ka qenë i shoqëruar me pjesën e produksionit vetëm një orë për të takuar familjarët e tij, për të ngrënë një darkë, për të shijuar disa momente dhe për t'u çmallur pak me familjarët dhe automatikisht është kthyer drejt Tiranës sepse televizioni Top Channel së bashku me produksionin e Big Brother, pas after party që kanë patur, pas festës që kanë patur dhe festa që do të vazhdojnë që do t'i kenë, Gjesti duhet të jetë pjesë e post Big Brother 1 dhe Big Brother 2. Gjesti duhet të fillojnë tashmë me xhirimet e këtij reality show dhe kjo është arsyeja pse Gjesti nuk e ka marrur me vete Eglin në Kosovë. Domethënë ka qenë për një afat kohor shumë të shkurtër, ka qenë për një minutazh shumë të shkurtër vetëm të takoj pak familjarët, të merr gjëra që i duhen, të merr celularin e tij, sepse celularin e ka patur në Kosovë, dhe të rikthehet përsëri në Shqipëri për të vazhduar rrugtimin e tij me të gjitha projekte që tashmë Top Channel së bashku me produksionin e Big Brother po punojnë që Gjesti t'i sjellën sa më shpejt në kanalin e YouTube zyrtar dhe në televizionin Top Channel. Domethënë, kontrata që Gjesti ka vendosur me Big Brotherin për 2 vite me radhë ka filluar që në ditën e sotme të jetë aktive. Gjesti nuk ka qëndruar 24 orë në shtëpinë e tij, ka qëndruar shumë pak, vetëm për të takuar prindërit. Babai i Gjestit ka thënë që Gjesti erdhi vetëm që të çmallet, erdhi që të kaloj pak momente me ne, që ta ndjej aromën e shtëpisë, sepse nuk ka qenë 6 muaj, nuk ka qenë 6 muaj në vatanin e tij, në shtëpinë e tij, dhe u kthye përsëri në Tiranë sepse i pret shumë punë e madhe. Dhe kjo është arsyeja që nuk e ka marrë edhe Eglin me vete. Gjesti aktualisht ndodhet në Tiranë.